Në një fshat të thellë të malësisë së madhe, ku bora zgjat më shumë se dimri dhe ku rrugët janë më shumë kujtime se sa shtegje, ndodhi një histori që askush nuk guxoi ta besonte plotësisht. Një burr, një baba i 2 fëmijëve, u detyrua të jetojë si grua për 12 vjet me radhë, vetëm për të shpëtuar fëmijët e tij nga një gjakmarrje që s'ishte as e tij, as e fëmijëve, por që ju ngjit në jetë si mallkim. E quajtën Mark, por për shumë vite askush se njihte me atë emër. Për fshatin, për njerëzit e lagjes dhe për të gjitha ata që kalonin nëpër rrugicën e vogël ku ai banonte, ai ishte Mira, një grua e heshtur që mbante gjithmonë një shami të zezë mbi kokë. Që punonte në arë dhe rrite 2 fëmijët si nënë e vetme. Historia fillon në vitin 1998, në një verë që dukej e zakonshme për malësorët. Dielli diqte, burrat mblidheshin nëpër oda për të folur për politike për halle, ndërsa gratë lanin rrobat në lumë dhe sillnin ujë me bidona. Në dukje, gjithçka ishte si çdo vit tjetër. Por në shtëpinë e gjeloshëve, një krisëm ndryshoi gjithçka. Një mosmarrëveshje e vjetër për kufirin e tokës midis 2 familjeve, që ishte ndezur prej dekadash, u kthye në tragjedi. Një pasdite gushti, në fushën e misheve, 2 plumba i morën jetën Nicole Gjeloshit, vëllait të Markut. Vrasja ishte e menjëhershme dhe para se dielli të binte. Fjalët kishin mbërritur në çdo shtëpi, kara gjaku. Dhe kur gjaku bie, as ligji, as shteti, as Zoti nuk e ndal dot. Marku e dinte çfarë e priste. Ai kishte parë më parë si funksiononte kanoni, një sistem i lashtë, i pashkruar, që nuk pyeste kush kishte të drejtë dhe kush jo. Një burr i familjes kundërshtare, Hysen Dedaj, u betua përpara të gjithëve se gjaku nuk do të mbetej në tokë. Dhe atëherë filloi ferri. Në fillim, Marku nuk u largua. Kishte bindjen naive se nuk do ta preknin, sepse nuk ishte ai që kishte qelluar. Por brenda pak javësh, një natë kur kthehej nga ara, një plumb i ra pranë këmbëve. E kuptoi menjëherë, ai ishte shënjestra. Që nga ajo ditë nuk doli më në rrugë me dritë dielli. Në fshatin e vogël, kur nis gjakmarrja, frika nuk është thjesht ndjenjë, është ajër që e thith çdo ditë. Fëmijët e Markut, Liri dhe Koli, ishin atëherë vetëm 5 dhe 8 vjeç. Gruaja e tij, Dila, vdiq një vit më pas nga sëmundja, e raskapitur nga stresi dhe frika. Ajo se duroi dot idenë se fëmijët e saj do të jetonin në mbyllje. Marku mbeti vetëm, në një shtëpi të rrethuar nga heshtja dhe muret e gurta. Për muaj të tërë, nuk dilte jashtë. Miqtë e harruan, fqinjet filluan të flisnin me zë të ulët. Disa thoshin se ai kishte ikur në mal të zi, të tjerë se ishte mbyllur në shtëpi si murg. Por askush nuk e dinte të vërtetën që po piqej në mendjen e tij. Një mbrëmje dimri, ndërsa bora mbulonte çdo gjurmë, Marku qëndronte para pasqyrës së vjetër që kishte mbetur nga gruaja e tij. Kishte rruar mjekrën, flokët i kishte prerë shkurt dhe mbi shpatulla kishte hedhur një shall të vjetër grash. Ishte hera e parë që e pa veten ndryshe, dhe për një moment, sytë ju mbushën me lodh. Nëse kjo është mënyra e vetme për t'i mbrojtur, përshpëriti, atëherë le të më quajnë ç'të duan. Që atë natë, Marku vendosi të zhdukej. Jo të largohej, por të zhdukej si burr, të nesërmen, dikush e pa në tregun e vogël të Shkodrës, të veshur si grua, me shami të zezë dhe një shport në dorë. Ai bleu disa ushqime, nuk foli me askën dhe u kthye në fshat në mbrëmje. Askush nuk e njohu. Dhe kështu filloi jeta e tij e re si Mira. Me ndihmën e një kushërire të largët, ai u regjistrua si grua që kishte ardhur nga një fshat tjetër, dhe askush nuk pyeti më shumë. Në male, njerëzit nuk bëjnë shumë pyetje, sidomos kur dikush mban zi. Në fillim, fëmijët nuk e kuptonin. Koli, djali i vogël, qante çdo natë duke kërkuar babën. Por Marku i shpjegoi me fjalët më të buta që dinte: baba është këtu, por për një kohë do të më quash nën, bir. Ai u betua se kur të mbaronte e gjithë kjo, do t'u tregonte gjithçka. Por vitet kalonin dhe fundi s'dukej askund. Mira punonte në arë, mbillte patate, merrej me dhit dhe her pas here shiste djathë e qumësht në treg. Ishte punëtore, e heshtur, dhe e gjithë lagja e respektonte si grua burr.
Kishte një forcë që pak gra e tregonin dhe një heshtje që të tjerët e quanin dhimbje e brendshme. Askush nuk e dinte se nën atë shami fshihej një burr që kishte lënë pas çdo gjurmë të vetes. Në vitet që pasuan, jeta u bë më e ashpër. Djemtë dhe dedajve nuk haronin. Ata e dinin që Marku ishte gjallë diku, por nuk e gjenin dot. Kishin dëgjuar se fëmijët e tij jetonin me një grua të vet. E ndoqën një herë, por nuk zbuluan asgjë. Një ditë, një prej tyre madje i foli Mirës në treg, pa e ditur kush ishte. Zonja Mira, i tha, mos e keni parë ndonjëherë atë Markun e gjeloshëve? Dëgjohet se sillet rrotull. Ajo uli sytë dhe tha me zë të dridhur, Zoti e di, birë. Ne gratë s'marrim vesh me punët e burrave. Ai qeshi dhe iku. Ajo u kthye në shtëpi me zemrën që i rritë si daulle, vitet kaluan. Liri u bë vajzë, filloi të mësonte përtej asaj që mund t'i ofronte fshati. Mira, apo Marku, i fshehur i mësonte të lexonte, të shkruante dhe i përsëriste një gjë, dituria të nxjerrë nga çdo burg, bi. Ai e ndjente se ndoshta një ditë, nëse do të rrinte i padukshëm, do të vinte një kohë kur ligji do të ishte më i fortë se gjaku. Por fshati nuk haron. Një ditë, pas 10 vitesh paqe të brisht, një burr i ri u kthye nga Italia, djali i Hysën Dedaj. Ai kishte jetuar jashtë, por hakun e gjakut e kishte trashëguar në zemër. Kur mori vesh se në fshat jetonte ende gruaja me 2 fëmijët e gjeloshëve, filloi të dyshonte. S'është e mundur, tha një natë në kafenen e fshatit, ajo grua ka sytë e Markut. Fjalet u përhapën dhe brenda pak ditësh, shtëpia e Mirës u bë sërish qendër vëmendjeje. Një natë marsi, dera u përplas fort. 3 burra u futën brenda me pushk në dorë. Fëmijët britën. Mira doli para tyre, e veshur me rrobat e zakonshme, me shallin mbi kokë. Kush jeni dhe ç'doni në këtë orë? Pyeti me zë të prerë. Po kërkojmë Mark Gjeloshin, tha më i madhi. Se njo, tha ajo, këtu jetoj vetëm unë me fëmijët. Ata e shikuan gjatë në heshtje. Njëri u afrua dhe i tha, të njoh diku. Ke fytyrë burri. Mira ngriti kokën dhe tha, në këto male, gratë bëhen burra, burrat kthehen gra, vetëm për të mbjetuar. Ai qeshi me përbuzje dhe doli. Nëse e fsheh, do ta gjejmë, tha para se të largohej. Pas asaj nate, Marku e dinte që nuk mund të zgjas më gjallë. Të nesërmen, dërgoi fëmijët e një mik i vjetër në Shkodër, duke u thënë se do t'i takonte pas disa ditësh. Nëse më ndodh gjë, u tha, mos u ktheni kur këtu. Jeta ju pret përpara, jo në këtë fshat. Pastaj mori pushkën që e kishte fshehur prej 12 vitesh në nënkatin e shtëpisë, e veshi sërish shallin dhe u nis drejt lumit. Askush nuk e pa më mirën pas asaj dite. Disa thonë se e gjetën të vdekur pranë urës së vjetër, të tjerë thonë se iku drejt malit të zi. Por ajo që është e sigurt është se muaj më vonë, në një gazet lokale, doli një lajm i vogël. Në Shkodër, 2 fëmijë me mbiemrin Gjelosha janë regjistruar në shkollë me kujdestari nga shteti. Dhe në dokumente, në vendin e emrit të nënës, shkruaj, Mira Gjeloshaj, e ndjerë. Askush nuk e dinte se ajo grua kishte qenë një burr që kishte jetuar për dashurinë më të pastër që ekziston, atë të babait për fëmijët e tij. Marku, i zhveshur nga identiteti i tij i mëparshëm, mësoi shpejt se jeta si grua kërkonte më shumë se rrobat e reja dhe një shami mbi kokë. Çdo lëvizje duhej matur, çdo fjalë e thënë me kujdes. Fëmijët e tij, Liri dhe Koli, filluan të kuptonin se diçka nuk ishte e zakonshme, por nuk dinin saktësisht çfarë. Ata ndiheshin të sigurt pranë nënës së tyre, por shikimi i Markut, i ndonjëherë i ashpër dhe i trisht, shpesh i shqetësonte. Për vite me radhë, ai luajti rolin e gruas me mjeshtëri të përfshirë në çdo detaj, mënyrën si ecte, si përtypte fjalët, si mbante dorën kur fliste me fëmijët ose fqinjen. Kur shëtiste në treg për të blerë ushqime ose për të shitur djath, ai u bashkua me gratë që diskutojnë për martesat, për malet dhe për stinat, duke mësuar çdo gjë me shpejtësi se si t'i imitonte.
Asnjë burr nuk guxonte ta shikonte me thellë, heshtja e tij e fshehtë e bënte të pakuptueshëm, dhe kjo ishte arma e tij më e fortë, shumë net. Ndërsa fëmijët flinin, ai rrinte ulur pranë xhakut dhe mendonte për të kaluarën. Kujtonte ditët kur dila qeshte në obor, kur bashkëpunonin për të mbjellë patatet dhe kur lulëzonin ëndrat e familjes së tij. Tani çdo kujtim ishte si një thikë që ngjitej ngadalë në zemër. Por frika ishte më e madhe se dhimbja. Ai e dinte se çdo gabim, çdo shikim i gabuar, çdo vonesë mund t'i kushtonte jetën fëmijëve. Një vit pas vrasjes së Nikollit, u krijua një rrjet i heshtur mish dhe aleatësh. Një grua e moshuar që kishte punuar dikur me të ëmën e fëmijëve, e ndihmoi Markun të ndryshonte dokumentet dhe të regjistrohej si mira. Ajo i mësoi se si të mbante zërin e ulët, si të buzëqeshte në mënyrë të drejtë për një grua dhe si të qëndronte e vendosur kur dikush i kërkonte llogari. Nëse do të shpëtojnë fëmijët, duhet të bëhesh ajo që ata nuk do të njohin si burr, i tha ajo, ndërsa shikonte pasqyrat të rënda në dhomën e saj. Fëmijët filluan të rriteshin. Liri ishte e ndjeshme dhe e zgjuar, me sy që pasqyronin ëndrat e saj dhe inteligjencën e lindur të një vajze që do të bënte gjëra të mëdha. Koli ishte i zjarrt, i vendosur, dhe shpesh vinte në dyshim autoritetin e nënës. Në një rast, ai e pyeti, pse nuk flasim me të tjerët për babain ton? Marku ju përgjigj me qetësi, sepse ka gjëra që nuk i kuptojnë njerëzit këtu. Do të vijë koha kur të gjithçka do të bëhet e qartë, bir. Deri atëherë, besoi nënës. Por fshati ishte gjithmonë në pritje. Një natë vere, një djalosh i ri i familjes Dedaj shikoi nga dritarja e oborit dhe pa mirën duke kaluar nëpër rrugë me 2 fëmijë. Një rrymë e ftohtë i kaloi shpirtin. Ai i tha babait të tij, që kishte mbetur në mal, kjo është ajo, jam i sigurt. Ai është ende gjallë, por tani fshehur si grua. Babai i tij qeshi hidhur. Nëse është ashtu, duhet ta mbajmë nën vëzhgim. Koha e hakut po afrohet. Marku e ndjente kërcënimin në ajër, por nuk mund të tregonte frikën. Ai vazhdoi të punonte, të mbillte, të rriste fëmijët dhe të mësonte çdo lëvizje të tyre. Secili hap që bënin, ai e ndiqte me sytë dhe kujdesshëm. Secili fjalë që thoshin, ai e dëgjonte dhe e analizonte. Ishte një jetë me tension të vazhdueshëm, një teatër ku çdo aktor duhej të luante rolin e tij me perfeksion. Një dimër, kur bora mbuloi çdo gjurmë dhe lumët ngrin, një nga burrat Dedaj u përpoq të hynte në shtëpi. Ai ishte i armatosur dhe i vendosur, por mira ishte gati. Me një gjakthotësi që mund të vinte vetëm nga frika dhe dashuria për fëmijët, ajo e ndaloi duke e përballur në derë dhe duke folur me zë të prerë. Në këtë shtëpi nuk hyn askush pa leje. Nëse guxon, do ta kthesh këtë shtëpi në vareza për ty. Burrat u trembën dhe u larguan, duke kuptuar se ajo nuk ishte një grua e zakonshme. Për vite, ai vazhdoi kështu. Kishte ditë kur mendonte se nuk do të mbijetonte, kishte ditë kur lodhja e trupit dhe e shpirtit e bënte të dëshironte të hiqte maskën dhe të pranonte rrezikun. Por kur nuk i erdhi ndërmend të largohej. Fëmijët ishin e gjithë bota e tij. Çdo sakrificë ishte e vogël për ta. Ai i përgatiste mëngjesin, i shoqëronte në shkollë, i mësonte të lexonin dhe të shkruanin, dhe çdo natë u tregonte histori për trimërinë, ndershmërinë dhe dashurinë që nuk vdes kurrë. Në një nga ato netë të gjata dimri, Liri e pyeti, "Nën, pse nuk kemi miq jashtë fshatit? Pse nuk shkojmë në qytet?" Marku e shikoi gjatë, me zemër që i dridhej nga frika dhe dashuria. Sepse aty ku shkojmë, nuk do të jemi të sigurt. Këtu, mes maleve, jemi të mbrojtur. Një ditë, kur koha të vijë, do të shkojmë së bashku. Deri atëherë, duhet të qëndrojmë të fortë. Ai filloi të shkruante gjithashtu ditar. Çdo ditë, çdo mendim, çdo frikë dhe çdo ëndër e tij për fëmijët, ai e regjistronte në letër. Ishte mënyra e vetme për të mos u humbur nga vetja. Kur Liri u rrit mjaftueshëm për të lexuar, ajo gjeti ditarin dhe lexoi pjesë të tij. Ishte një hap i guximshëm që do t'i mësonte vlerën e sakrificës dhe dashurisë pa kushte. Kaluan vitet. Fëmijët u bën adoleshentë.
më të pavarur dhe më të fortë. Marku ndihej krenar, por edhe i frikësuar. Secili hap i tyre jashtë shtëpisë ishte një kujtesë e vazhdueshme se armiku ishte ende aty. Por, fal kujdesshmërisë dhe zgjuarsisë së tij, asnjë nuk arriti t'i afrohej fëmijëve. Ai e kishte mësuar artin e fshehjes, por mbi të gjitha kishte mësuar artin e durimit dhe të dashurisë absolute. Një ditë vere, pas 12 vitesh, erdhi një moment që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Djali i Hysen Dedajt u kthye nga Italia, i vendosur për hak. Ai hyri në shtëpi të mirës, duke menduar se do të gjente një burr të fshehur. Por ajo që gjeti ishte një grua e fortë, me sy që i tregonin të kaluarën. Me duar që kishin punuar dhe me shpirtin e një burri që kishte bërë gjithçka për të mbrojtur fëmijët e tij. Ai e pa qartë dhe për një çast heshti. Një heshtje e gjatë, e pashpjegueshme. Pastaj u kthye dhe tha vetëm, sot nuk është dita jonë. Ky moment, ndoshta i vogël për botën, ishte gjithçka për Markun. Ai e kuptoi se 12 vitet e fshehtësisë kishin shpëtuar fëmijët. Historia e tij si Mira mund të kishte mbetur një sekret i pashprehur, por sakrifica e tij kishte fituar mbi gjakun dhe frikën. Dita që solli ndryshimin erdhi si një erë e ftohtë pranvere, duke lëvizur degët e pemëve dhe duke sjellë një heshtje që nuk ishte normale për fshatin. Liri, tani një vajzë e re, filloi të vërejë ndryshime në sjelljen e nënës së saj. Ndonjëherë, kur askush nuk shikonte, shikimi i Mirës zgjaste më shumë se ç'duhej dhe buzëqeshja e saj nuk përputhej me tonin e zërit. Ajo nuk mund ta shpjegonte, por një ndjesi e pazakontë filloi të rritej brenda saj, një ndjesi që i thoshte se diçka nuk ishte ashtu siç dukej. Koli, djali i madh, ishte gjithashtu vëzhgues. Ai kishte mësuar të lexonte gjeste dhe tonin e zërit që në moshë të vogël. Një mbrëmje, kur Mira po i shpjegonte një detyrë matematikore, ai e pyeti me një zë të ngrohtë por të dyshim, nën. Pse kur nuk flasim për baban ton? Marku e ndjell një shpërthim të vogël paniku në gjoks. Por mbajti zërin e qetë, sepse disa gjëra duhen ruajtur për të mbrojtur ne. Kur koha të vijë, gjithçka do të jetë e qartë. Por brenda tij, zemra rrite me ritëm të shpejtë. Ai e dinte se çdo fjalë e tepërt mund të çonte në zbulimin e fshehtësisë së tij. Në ditët që pasuan, Marku filloi të ndjente më shumë presion. Fshati nuk kishte harruar dhe disa sy të rinj po e ndjekin çdo lëvizje. Një pasdite, ndërsa po shiste djathin në treg, një burr i ri, i cili kishte qenë i ri kur Marku u fsheh, i afrohet dhe i thotë, nuk duket e zakonshme, po nuk po gjej asgjë të keqe. Vetëm diçka s'tregon e vërteta. Marku buzëqeshi, por nuk foli. Çdo fjalë, çdo lëvizje duhej matur me kujdes. Në mbrëmjet e vona, kur fëmijët flinin, Marku shikonte dritaren dhe mendonte për ditët kur Nikolli ishte gjallë. Kujtimet vinin si valë të rënda, të qeshurat e dilas, zërat e fëmijëve të vegjël dhe pasiguria që mbante secilin hap. Ai e dinte se ajo që po bënte ishte e vetmja mënyrë për të shpëtuar fëmijët, por kostoja e jetës së vet ishte e madhe. Nuk kishte kohë për të qajtur, të nesërmen duhej të dukeshin të zakonshëm, si çdo grua tjetër e fshatit. Një moment që nuk do ta harroj kurrë ndodhi kur Liri filloi të lexonte disa shënime të fshehta që Marku kishte lënë në ditar. Ajo kuptoi pjesë të ndryshme, por jo të gjithë të vërtetën. Një ditë, ajo e pyeti me një zë të ngrohtë dhe të dyshim, nën. Pse ndonjëherë dukesh më e trishtuar se zakonisht? Pse nuk qesh ashtu si dikur? Marku e mori në krah dhe e përqafoi ngrohtësisht, sepse ndonjëherë dashuria kërkon sakrifica që nuk shihen. Ti do ta kuptosh kur të rritesh, bi. Por në mendjen e tij, ai e dinte se po afrohej momenti kur e gjithë e vërteta do të dalë në pa. Një ditë, një ftesë për dasmë në qytet solli sfidën më të madhe. Liri dhe Koli donin të shkonin, por Marku e dinte se aty mund të zbulohej çdo gjë. Ai u tha, kjo nuk është një udhëtim i zakonshëm. Mund të ketë rreziqe që nuk i shihni. Ju lutem, mbajini këto fjalë në mend dhe mos pyetni shumë. Por fëmijët ishin kurioz dhe vendosën të shkonin pavarësisht paralajmërimeve.
Në qytet, çdo hap i tyre ndiqej dhe Marku ndihej i pafuqishëm për herë të parë pas 12 vitesh. Në një nga rrugët e ngushta, ai u pa me sytë e dikujt që kishte njohur dikur. Ishte djali i Hysen Dedajt. Ai e njohu menjëherë, por për çudi nuk foli. Ai qëndroi larg, duke parë nga larg dhe pastaj u largua. Ky moment tregoi se rreziku ishte gjithmonë pranë, por gjithashtu tregoi se respekti dhe frika mund të mbrojnë jetën, nëse përdoren me mençuri. Në vitet e fundit të fshehtësisë, Marku filloi të ndjente lodhje të mëdha. Trupi dhe shpirti i tij ishin të raskapitur nga 12 vitet e jetës së dy fishtë. Ai e dinte se nuk mund të vazhdonte pafund. Por çdo herë që shikonte fëmijët e tij, çdo buzëqeshje, çdo përqafim, ndjente se sakrifica ia vlente. Në çdo hap të jetës, kishte mësuar artin e durimit, të guximit dhe të dashurisë pa kushte. Kulmi erdhi një mbrëmje të qetë pranvere. Liri dhe Koli, të rritur tashmë mjaftueshëm për të kuptuar diçka, i thanë se kishin gjetur ditarin e fshehtë dhe donin të dinin gjithçka. Marku ndjeu se momenti i të vërtetës kishte ardhur. Ai u ul me ta dhe filloi të rrëfej çdo detaj, vrasjen e Nikollit, kërcënimet, frikën, jetën si mira, dhe pse kishte sakrifikuar identitetin e tij. Fëmijët filluan të qajnë, por me lot të përzier, trishtim, respekt dhe dashuri. Ata kuptuan sakrificën e pabesueshme që kishte bërë babai i tyre për të mbrojtur jetën e tyre. Kur e përfundoi rrëfimin, heshtja mbuloi dhomën. Në heshtje, Marku e ndjeu lehtësimin më të madh që kishte përjetuar ndonjëherë. Ai nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas me fshatin, me Dedajt apo me çdo gjë tjetër. Por një gjë ishte e qartë, fëmijët e tij ishin të sigurt dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Pas asaj nate, Marku e ndjeu për herë të parë se mund të ishte vetvetja. Ai e hoqi shamin, e prishi grimin dhe flokët i rritën natyrshëm. Në sy të fëmijëve, ai nuk ishte më mira, por babai i tyre, një njeri që kishte bërë çdo gjë të mundshme për dashurinë më të madhe të jetës së tij. Pas rrëfimit të madh, fëmijët e kuptuan fuqinë e dashurisë së babait të tyre. Liri, e ndjerë dhe e zgjuar, filloi të shkruante mendimet e saj për atë që kishte përjetuar. Ajo e ndjente se sakrifica e babait nuk ishte vetëm një histori familjare, por një mesazh për të gjithë. Dashuria dhe guximi mund të triumfojnë mbi frikën dhe gjakun. Koli, më i zjarrt dhe i vendosur, e përqafonte babain shpesh dhe filloi të ndihmonte në punët e shtëpisë, duke e kuptuar se përgjegjësia dhe mbrojtja nuk janë vetëm fjalë, por veprime të përditshme. Fshati, që kishte ndjekur çdo lëvizje të mirës, u përball me një realitet të papritur. Një grua e heshtur dhe e respektuar, e cila kishte mbrojtur 2 fëmijë të njohur për fatkeqësi dhe gjakmarrje, rezultoi të ishte babai i tyre. Shumë nuk e besuan menjëherë, por kur dëshmitarët filluan të rrëfejnë, respekti ndaj tij u rrit. Ai nuk kërkoi falje dhe nuk shprehu urrejtje, kishte vetëm një gjë për të thënë: kjo është ajo që duhej bërë për të mbrojtur jetët e tyre. Heshtja dhe respekti e shoqëruan për shumë vite më pas. Marku e ndjente se koha e fshehtësisë kishte përfunduar. Ai filloi të ndërtonte një marrëdhënie të hapur me fshatin dhe fqinjet, duke treguar vetëm pjesë të jetës së tij për të mbajtur qetësinë. Djemt Dedaj, të cilët dikur kishin planifikuar hak, nisën të kuptonin se kjo histori nuk ishte për hak, por për mbijetesë dhe dashuri. Pak nga pak, tensioni midis familjeve u qetësua dhe gjakmarrja, që kishte mbajtur fshatin në frikë për dekada, filloi të zbehej. Liri dhe Koli u bën të rinj të fortë dhe të pavarur, duke mbartur mësimet më të rëndësishme të jetës: guximin, durimin dhe dashurinë pa kushte. Ata e kuptuan se sakrifica e babait kishte formuar karakterin e tyre dhe e kishte bërë të mundur që ata të jetonin pa frikë. Ata ishin të sigurt, të edukuar dhe të aftë për të zgjedhur rrugën e tyre. Dhe më e rëndësishmja, ata e donin babain jo vetëm për atë që kishte bërë, por për atë që ishte, njeriu që kishte ditur të sakrifikonte gjithçka për dashurinë më të madhe të jetës. Fëmijët e tij, Marku, tani pa maska dhe pa frikë, filloi të jetonte një jetë normale. Ai nuk u kthye në fshat çdo ditë, por kur e bënte, fëmijët e tij e shoqëronin dhe ndihej krenar për atë që kishin arritur.
A i punonte në arë, kujdesej për bagëtin dhe ndihmonte fqinjet si gjithmonë, por tani me zemër të qetë dhe pa rrezik që të rritet çdo hap. Historia e tij u bë legjendë në fshat, një shembull se dashuria dhe guximi mund të ndryshojnë jetët. Madje edhe në kushtet më të ashpra, në fund, Marku u shikua si një njeri i zakonshëm nga të gjithë, por fëmijët e tij e dinin të vërtetën. Ata e mbajtën sekretin mes tyre dhe e ruajtën si një trashëgimi të çmuar të familjes. A i nuk kërkoi lavdi, nuk donte medalje, a i vetëm donte që fëmijët e tij të jetonin të lirë dhe të lumtur. Dhe për këtë, a i jetoi dhe vdiq i paçmuar në heshtje, por me zemër të plotë, duke ditur se sakrifica e tij kishte shpëtuar 2 jetë dhe kishte mësuar një fshat të tërë se dashuria dhe guximi janë forca më e madhe që ekziston.